Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket ligjëratave të radhës, të cilët ne i kemi në librin Riyadhus Salihin, pra jemi konkretisht në hadithin e 7 me radhë, në të cilën është një hadith që transmetohet prej Ebu Hurejres, pra hadithi është i vërtet, transmeton Muslimi. Përpara se të him në shtjellimin e hadithit, është mirë që ta përmendim se rreth çka ka të bëjë ki hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Konkretisht hadithi ka të bëjë me një meselë madhështore. Ajo është çështja e zemrës, çështja e brendisë, konkretisht veprat e brendshme të njeriut. Pra në përgjithësi, çdo njeri mundohet që, ose ndoshta ma lehet e ka që t'i përmirësoj veprat e tija të cilët janë të jashtme, veprat e gjymtyrëve. Për shembull, ta bëj namazin në formën e jashtme, në mënyrën më të përkryer. Po, mund ta bëj, duke i praktikuar krejt sunetet, vaxhibatet, shartet e namazit. Po, kjo ndoshta është pjesa më e kollajshme. Ndërsa kur jemi ne te përmirësimi i sendeve të cilët kanë të bëjnë me zemrën, për shembull nëse fillojmë vetëm niyeti, përmirësimi i niyetit, ose mirëmbajtja, më thënë në mënyrë konstante e një niyeti, për shembull. Kjo është një çështje tjetër. A ka mundësi që një besimtar ta fillojë një vepër të mirë dhe pastaj të jetë konstant në atë vepër? Ose për shembull vepra të tjera jashtë niyetit, të cilat janë vepra të brendshme, të cilën s'duket. Për atë arsye them se është shumë makullaj t'i përmirësojsh disa sende të cilët kanë të bëjnë me ibadetet e jashtme, qoftë me namazin, qoftë me agjërimin. E rregullon njeriu këtë çështje. Mirë po kur kthehemi ne te ibadetet e zemrës, te sinqeriteti, te frika prej Allahut, te devotshmëria, për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë 3 herë, at-taqwa ha huna, edhe ka bë me gisht, ka gjoksi. Do thonë devotshmëria këtu, në brendi. Këtu është problemi, zakonisht. Për atë arsye edhe kur ka problem në zemër, kur ka problem devotshmëri, kjo do me thonë reflektohet edhe në veprat të cilët janë vepra të dukshme. Për këtë arsye edhe ki hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për të cilin ne do të flasim sot, pra ka të bëjë me çka? Ka të bëjë me konkretisht me veprat të cilët janë veprat të zemrës, edhe çfarë rëndësie duhet që t'i kushtohet zemrës. Edhe sidomos për kujdesja për atë e cila quhet devotshmëri. Sepse në pamje shumë njerëz mund të duken se janë të devotshëm. Edhe ne, secili mundim ta mashtrojmë nga pamja jonë jashtme se ky është i devotshëm ose ky s'është i devotshëm. Në bazë veprave të jashtme të atij e shohim se ky, meqense paska këtë vepër edhe këtë vepër, kjo është vepër të cilët e bëjnë njerëzit e devotshëm edhe ky i devotshëm. Këtë vepër nuk e bëjnë njerëzit e devotshëm, qoftë alkool ose komar ose pa marrë parasysh, kjo nuk është prej njerëzve, më thënë prej veprave të njerëzit i bëjnë njerëzit e devotshëm, rrjedhimisht edhe ky nuk është i devotshëm. Kjo është ajo gjykimi i jon si njerëz ndaj asaj çka na rrethon, konkretisht ndaj asaj çka ne pra e shohim. Për këtë arsye, ky hadith i cili është i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilin transmeton Ebu Hurejra, pra kush është Ebu Hurejra? Ebu Hurejra ka qenë njëri prej shokëve më të afërt të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse arabët konkretisht ky gallap ose llagap Ebu Hurejre nuk është, më thënë, emri i realt i atij. Emri i Ebu Hurejres realisht Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman i biri Sakhrit, fisi Daws. Pra ky është emri i plot i Ebu Hurejres. Ndërsa llagapi Ebu Hurejre është një llagap të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur këtë, se ky Ebu Hurejra, ky Abdurrahmani, e ka pat një macë të vogël, cilën e ka përgdhel, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë baba i macës ose pronari i macës vogël. Edhe kështu i ka mbetë edhe i ka pëlqejt Ebu Hurejres ky gallap, edhe e ka mbajt këtë gallap. Pra ky Ebu Hurejre, pra është i vorosur në Beqije, pra në Medinë. Numrin e hadithe të cilët i transmeton Ebu Hurejra është jashtëzakonisht i madh. Pra diku 5734 hadithe.
Pra shife një pjesë e madhe e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam transmetohet prej kujt? Transmetohet prej Ebu Hurejres. Për këtë arsye kontributin të cilin e ka dhënë Ebu Hurejra, edhe të ngjashmit me Ebu Hurejrën, mirë po, më thonë Ebu Hurejra konsiderohet prej barzëve të flamurit të sunetit, prej barzëve të flamurit të shkencës, pra të hadithit, e cila më vonë vetëm se zhvillohet edhe hadithet të cilët sot kanë ardhur, edhe ne i lexojmë edhe i kemi të përmbledhura në libra, qoftë përmbledhja e Buhariut, e Muslimit ose hadithe tjera, s'ka gjasa që të marrësh ndonjë libër të hadithit lexojsh, edhe mos e lexojsh fjalën transmetohet prej Ebu Hurejrës se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë kështu e kështu. Edhe pjesa e madhe e haditheve të cilat transmetohen prej Ebu Hurejrës janë hadithe pra të vërteta. Pra edhe kur jemi tek Ebu Hurejra, do të shkurtimisht pak disa fjalë. Ka jetuar gjatë Ebu Hurejra, edhe ka lind duket vitin 20 ose 21. Mirë po s'm kujtohet sakt viti i lindjes së tij. Sidoqoftë, kur ka ra Ebu Hurejra në shtratin e vdekjes, kanë shku njerëzit ta vizitojnë Ebu Hurejrën. Edhe në prezencën e atyre Ebu Hurejra ka filluar të qaj. Edhe çka i thon? I thon ato shokët për rreth, o Ebu Hurejre, veprat të cilat ne i dim për ty janë shumë mëdha. Vetë kontributi e Ebu Hurejrës për sunetin, për hadithin, është jashtëzakonisht i madh. Pse qanë, o Ebu Hurejra kur i ke gjithë këtë bagazh të vepra të mira, thot Ebu Hurejra, vallahi nuk qaj për shkak se ka me marrë vdekja së shpejti, po qaj se u dhoshe gjatë, ndërsa vepra kemi shumë pak. Pra shife, Ebu Hurejra gjitha bagazh të vepra të mira i ka pat, sërish e ka pat frikë se veprat të cilat ne i kemi janë pakta. Të pakta janë. Gjithat kontribut që ka i ka bon për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra kibur, i cili pra transmetohet se ka thonë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu nuk shikon në trupat tuaj dhe pamjet tuaja, por shikon në zemrat dhe veprat tuaja. Pra ky është, pra këtu përfundon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, konkretisht pra hadithi i 7 prej Riyadhus Salihinit. Kur jemi te ky hadith, unë mendoj se shumica prej neve e kemi ndëgjuar këtë hadith. E kemi ndëgjuar se Allahu nuk shikon pamjet tuaj, fizionominë tuaj, në bukurinë tuaj, por shikon zemrat edhe veprat tuaj. Ka edhe hadithe tjera të cilët janë në këtë kontekst. Edhe hadithe të cilët janë të ngjashme, sigurisht se ki hadithi që ka transmetohet prej Ebu Hurejrës. Në këtë kontekst është edhe fjala Allahu subhanahu wa taala në surën El-Hujurat, ku thotë Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nasu, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, unë ja kum krijuar juve prej një mashkulli dhe prej një femre. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Edhe ju kemi bën juve popull edhe fise ashtu që të njiheni ndërmjet veti. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i miri, më bujari te Allahu është ai për ju i cili është më i devotshëm. Pra këtu është përfundimi i ajetit pra që është në surën El-Hujurat. Pra hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam neve na bën me dije se Allahu nuk shikon në fizionominë tënde, në bukurinë tënde, në pamjen tënde, në racën tënde, në përkatësinë fisnore tënde, në familjen ose në gjinsin tënd. Mirë po çka? Shikon Allahu xhallahu ala në veprat tona edhe në zemrat tona. Edhe ajeti ku thotë Allahu subhanahu wa taala, o ju njerëz, ju kemi krijuar neve, fillimisht ju kemi krijuar prej një mashkull dhe prej një femre. Ma pastaj ju kemi shumuar edhe ju kemi bën fise dhe popull, ashtu që të njiheni mes veti. Jo për të thënë se ne si popull jemi populli më i mirë, jemi populli më i zgjedhur, kush është më i zgjedhur edhe më bujar te Allahu subhanahu wa taala, edhe më i nderuar, edhe më i ngritur, është ai i cili është më i devotshëm. Sepse Kurejshit, Ebu Xehli, Ebu Lehebi, kanë qenë Kurejshi. Fisi i cili përmendet në Kur'an, li ilafi Quraysh. Mirë po ai bani dobi përkatësia fisnore, kombëtare, arab, e fliste arabisht më mirë se ne, më pastër se sa ne, e kuptonte më mirë gjuhën se sa ne. Fis, prej fise më të pastra, mirë po çka, ai bani dobi ajo? Jo, nuk i bani dobi. Bon dobi çka? Inna akramakum indallahi atqakum. Ai i cili është më bujar te Allahu, edhe më i nderuar te Allahu është ai i cili prej jush është më i devotshëm. Devotshmëria e cila gjendet pra në gjoks,
Kjo është ajo e cila ka me të ngritë te Allahu, edhe mungesa e devotshmërisë është ajo e cila ka me të rënu. Është ajo e cila ka me të rëzuar poshtë. Pse? Mungesa e devotshmërisë është ajo kriteri kryesor, pra e cila e bën njeriu të shpëtoj ose të dështoj. S'ka do me thonë diçka tjetër. S'ka, s'është e bazuar kjo në përkatësi fisnore ose kombëtare ose racore. Për këtë arsye, problemet të cilët kanë të bëjnë me atë se ne jemi fisi më i mirë, ne jemi populli më i mirë, ne jemi populli i zgjedhur, popujt tjerë s'janë, ne jemi raca jonë më e mirë. Do me thonë këtë çështje e ka rregulluar Islami shumë më herët. Nuk është kjo çështje e cilën ne tash duhet na mësoj dikush neve, se si është çështja e respektimit drejtave të njerëzit, mos diskriminimi në baza fisnore, racore, kështu me radhë. Këtë e di, më thonë kjo është prej sendeve bazike të cilat çdo musliman pra i ka, nuk ka nevojë që dikush na i mësoj neve për këta. Pra, s'bën dobi te ne, duke u bazuar në hadithin, edhe në ajetin, s'na bën dobi as pamja jonë e bukur, as e vladi jonë, as përkatësia jonë, as veturat tona, as shtëpitë dhe pallatet tona. Allahu subhanahu wa taala nuk t'i shikon këto. Nuk varet se keme kanë xhenet më lart nëse ke këtë rrap, këtë vetur, këtë pallate kështu me radhë. Jo. Krejt çështja është këtu, në brendi. Te devotshmëria, pra në brendi, edhe në atë se si reflektohet kjo brendi pra në veprat tona të përditshme. Pra zemra është ai kriteri kryesor i cili është vendimtar se ku ka me përfundu një njeri, në xhenet apo në xhenem. Për shembull, di njerëz falen me një saf. Namazin e njëjtë. Mirë po ka dallim mes njërit edhe tjetrit, për sa i përket shpërblimit te Allahu subhanahu wa taala. Psi ashtu? Po njëri është me trup edhe me ment aty, edhe me koncentrim, edhe me frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tjetri nuk është askund. Tjetri do me thonë është me trup aty, ndërsa me ment nuk është askund aty fare, hiç. A ka dallim? Ka dallim si mes lindjes edhe perëndimit. Pse? Për arsye se njëri është prezent, me thonë, edhe me trup, edhe me ment, edhe me koncentrim aty, ndërsa tjetri fare s'është. Ndërsa në shikim të parë, të dy janë barabartë. Në shikim të parë, nëse njerëz i shohim të dy u falen. Mirë po te Allahu subhanahu wa taala ka, do me thonë, kritere tjera. Sepse Allahu për veten e vet ka thonë se ai është Allamul Ghuyub, është çka e din në thellësi të fshehtën. E din atë brendin tonë. E din atë çka ne e fshehim. E din atë çka ne duam ose e përshpëritim në mendjen tonë. Ndërsa në dunjë, ne si njerëz gjykojmë ndaj njerëzve mbas të asaj çka e shohim prej atyre. Çka e shprehen me gojë, çka e bën me vepër, mbas të asaj. S'kemi ne, më thonë, nuk kemi mundësi ose mjete tjera për t'i çajt zemrat e njerëzve. As na ka obliguar Allahu një gjë të tillë. E shohim pamje se është i mirë, edhe gjykojmë ndaj atij se është i mirë. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith thot: "Unë jam njeri dhe ju gjikoheni te unë në mosmarrveshjet që i keni mes jush. Por dikush prej jush është më i Zoti në shprehje edhe në argumentim se sa tjetri. Dhe unë gjikoj në bazë të asaj që e dëgjoj." Pra, edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka qenë njeri i cili i ka gjikuar në bazë njerëzve, që i ka gjikuar njerëzit në bazë të zemrave të tyre. Jo, çka është njoftuar prej Allahut subhanahu wa taala se ky është munafik, pra nuk është diçka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në konteste, në mosmarrveshjet që i kanë pat njerëzit, si ka gjikuar, thot unë gjikoj në bazë të asaj që ju e shpreheni. Thot dikush prej jush është më i fortë në argumentim, dikush është më mirë të shprehet. Edhe thot ndoshta gjikoj në favor dikujt i cili për shembull o më i Zotit në folmit. Ndaj atij i cili edhe gjykatësi për shembull. Edhe gjykatësi islam për shembull, nëse shkon për shembull ti edhe ja argumenton një vepër, ja argumenton shumë më mirë se dikush tjetër. Edhe ndoshta ky i cili argumenton shumë më mirë është fajtor. Ndërsa gjykatësi çka e pret. E pret, do të thonë në favor të atij i cili bën zullum. Pse? Për arsye se ky e ka argumentuar, ky nuk ka mundësi të hapë zemrën. Nëse s'ka argumente të qarta, më thon, nuk ka mundësi ai të gjykatësit të hapë zemrën dhe të shohë a je fajtor, a je ke bo, a je ti fajtor apo ai është fajtor. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar dhe ka thonë unë gjykoj në bazë të asaj pra çka e shoh
në bazë të asaj që e dëgjoj. Thot Allah subhanahu wa taala: "Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur", a nuk e di se kur të nxiret ajo në varr, wa hussila ma fi sudur, edhe të shfaqet ajo që është në gjoks. Pra, vjen dita kur ky gjoks hapet. Si hapet? Hapet Allahu subhanahu wa taala, gjithmonë ka qasje në atë që është në gjoksat tonë. Mirë po vjen dita, publikohet ajo që është në gjoks. Disa e publikojnë prej në dunja. E shprehin qoftë kufrin e tyre ose parve, e shprehin që në dunja. Mirë po vjen dita kur Allahu xhallahu ala i shfaqen krejt këto fshetësit, e shfaqen krejt këtë hasedin, edhe urrejtjen, edhe smirën, edhe xhelozin. Sepse në dunja nuk e shoh, smirën s'mund ta shohësh, xhelozin s'mund ta shohësh. Mirë po vjen dita, ajo pra si vepër publikohet. Për këtë arsye është shumë më kollaj rregullimi i veprave të jashtme sesa rregullimi i veprave të cilët janë të brendshme. Për këtë arsye shumë shpesh hasim ne probleme secili besimtar me punën e devotshmërisë. Si ta mati unë devotshmërinë? Nëse ke vullnet për ibadet, për adhurime, ndjen kënaqësi në adhurime, ndjen kënaqësi në namaz, ndjen kënaqësi në lexim, ndjen kënaqësi në ndejet të diturisë. Pra kjo është përgëzim për besimtarin. Mirë po nëse rrin njeriu sin fera, i kelshum Kur'an sin ferari. Namazin vetëm e shikon sallatin kur ka më kry. Falën teravit ato inshallah sa më shpejt soset. E kjo padyshim se është prej shenjave që tregon se ky njeri pra ka problem me çka? Ka problem me devotshmërinë e tij. Thot Allah subhanahu wa taala: "Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya." Dita në të cilën prezantohen, më thon, çka bëhet? Bëhet prezantimi i veprave. La takhfa minkum khafiya. Edhe s'fshehet asnjë fshetësi. Prezantimi i veprave bëhet, më thon, e sheh njeriu krejt çka ka vepruar. Prej te vepra e parë edhe deri te e fundit. E di ma jetin kuranor. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush vepron një vepër mirë sa një grimse sheh, edhe e gjen. Kush vepron një vepër të keqe sa një grimse, ai ka me gjet, ka me pa. Pra krejt veprat publikohen. Asnjë vepër nuk ngjelet pa mos me u publikuar në atë ditë. Dita në të cilën Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Dita në të cilën nuk bën dobi pasuria edhe evladi. Illa man ata Allah bi qalbin salim, por pas ai cili vjen me zemër të shëndosh. Zemra e cila pra u përmendet edhe në fillim të hadithit. Pra Allahu nuk shikon trupat tuaj, edhe fizionomin tuaj, shikon zemrat tuaja edhe veprat tuaj. Për kjo është ajo ditë e cila secilin prej ne veprat. Krejt vena pret. Zbon dobi as evladi, as pasuria, as rishfeti, as parja, as bodyguardi, as njoftësia, as korupcioni. Çka bën dobi? Vetëm bën dobi ai i cili vjen te Allah subhanahu wa taala me zemër të shëndosh. Pra thot Es-Saadi, Allah më shiroft, zemra e shëndosh është e zemër që ka shpëtuar prej shirkut edhe prej dyshimeve, që ka shpëtuar nga dashuria ndaj haramit, bidatit edhe gjunahit. Pra kjo është e zemër e cila është zemër e shëndosh, e cila ka shpëtuar prej idhujtarisë, e cila ka shpëtuar prej dashurisë ndaj haramit. Sepse sa njerëz ka largohet prej haramit, mirë po e don haramin. I largohet një veprë së haramit, mirë po e ka me rak haramin ta veprojë. Edhe padyshim se kjo është sprov veti. E don bidatin, shpikjen në fe, të cilët s'kan bazë në Kur'an edhe në Sunet. E don, i është bën e dashur. Ndërsa Allah subhanahu wa taala thot në surën El-Hujurat: "Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman", por se Allahu u bëri të dashur imanin, wa zayyanahu fi qulubikum, edhe zbukuroi në zemrat tuaja, wa karraha ilaykum el-kufra wal-fusuqa wal-isyan, edhe e ka bën të urrejtur kufrin, fiskin, gjunahet e mëdhaja edhe mosbindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra lusë Allah subhanahu wa taala që ta bëjë imanin të dashur në zemrat tona, edhe ta zbukurojë në zemrat tona, edhe ta bëjë të urrejtur kufrin, mosbesimin, mosbindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe kur njeriu ndoshta i bëhet sikur se edhe ka përmendur Saadi, ka mundësi që harami i bëhet i dashur.
i largohet haramit, mirë po sërish ka dashuri ndaj atij haramit. Sprov prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe normal, edhe hekja dorë prej atij haramit, pra është pra shpërblim. Ka shpërblim, edhe nëse veproni ndonjë sevap. Vet konsiderohet vepër e mirë, qofse njeriu pra largohet prej atij haramit, prej të cilën ndoshta ka varësi ose i është bërë i dashur, ose prej në ignorancën e hershme, prej në xhailiet e ka trashëguar pra gjuna, edhe kur ka hyrë në Islam, ka vazhduar në atë gjuna, sërish vepro pendohu e kështu me radhë. Ka shembuj të shumtë për sa i përket brendisë së shëndosh, zemrës së shëndosh, edhe veprat të cilat janë vepra të jashtme. Edhe vetë Allah subhanahu wa taala ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Edhe në të dërguarin Allahut ka shembulltyr më të mirë. Edhe Allah subhanahu wa taala tha për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, ti je me një moral të lartë. E cilësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një gradë të lartë moralit. Me thonë lëvdat prej Allahut xhallu ala, prej krijuesit të tokës edhe të qijeve. S'ka lëvdat më të madhe. Edhe është privilegj për ne që jemi në hapat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që i trasojmë hapat të cilët i ka trasuar ky i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i kemi shokët e tij, gjenerata e sahabëve, të cilët Allahu ja përzgjodhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këto sahabe. Është dëshirë në zemrën tonë. Për shembull, është si nëse imagjinojmë secili prej neve do kishte dëshiruar që ti të shoqëruesi i pejgamberit. Edhe pse normale, është e mundshme se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thonë, është ndarë prej kësaj jete. Mirë po se është ajo imagjinata jonë që ka thotë, sikur të kisha qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta kisha pasur, ja kisha dhënë dorën një herë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është dëshira jonë e flakt. Allahu na mundsoft ta takojmë në xhenet. Mirë po, kur është çështja e kësaj, i kemi edhe gjeneratën e sahabëve të cilët Allahu ja përzgjodhi. Jo rastisht Allahu i zgjodhi këto sahabë të jenë shoqërues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi Ebu Bekrin, shoku i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur është pyetur prej sahabëve, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë, kush është njeriu më i dashur te ti? Ka thënë Aisha. Pra për bashortën e vet. Ka thënë po prej burrave, ka thënë babai i saj. Me thënë Ebu Bekri. Pra Ebu Bekri ka qenë prej burrave më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej njerëzve më të afërt, prej shokëve më të afërt, të cilët kanë qenë shoqërues në të mirë edhe në të keq. Pra, çka thot Ebu Bekr el-Muzani për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu? Thot, s'ka pat Ebu Bekri diçka agjerim të tepërt, as namaz të tepërt që e dallonte prej njerëzve të tjerë. Mirë po, kishte diçka në zemrën e tij që e dallonte atë prej njerëzve të tjerë. Pse, si e kanë hetu këto? Se s'ka pat, për shembull, si kanë hetu sahabët se Ebu Bekri s'ka pat diçka më tepër. Kjo është një arsye se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz që e kanë mësuar një ajet edhe e kanë praktikuar më njëherë në jetën e tyre. Sigur se vetë Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Edhe në këtë le të garojnë garuesit. Në këtë le të garojnë garuesit, garojnë vepra të mira. Kanë garuar vepra të mira. Nuk kanë qenë që garojnë kush ka me pat vetur më të mirë, për inat kujshive, të kemë vetur më të mirë, ose kush ka me pat telefon më të mirë, ose kush ka me pat pallat, shtëpi më të mirë, ti bëj xhelos tjerët e kështu me radhë. Nuk ka qenë synimi atyre që ta bëjnë një gjë të tillë. Synimi i tyre ka qenë që të garojnë vepra të mira. Kush ka me fal më shumë namaz, kush ka me përcjell një xhenaze. Thot, çka thon për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu? Kur falte namaz ai edhe ne falshim namaz. Kur shkon të ajnë haqë edhe ne shkonim. Më tha mirë, po kishte diçka e cila e dallonte Ebu Bekrin, kishte diçka në brendin e atij, çka ishte ndryshe. Edhe pse në pamjen e jashtë me shumë për njerëzit më thonë mund të jenë të njëjtë, mirë po brendia, zemra, edhe devotshmëria është e diçka tjetër, e cila do të thonë njeriu ka mundësi që ta ngritë do të thonë në nivele më të larta. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu vepron një vepër që e veprojnë banorët e xhenetit ashtu siç u duket atyre, por është prej banorëve të zjarrit dhe ndos që dikush vepron ndonjë vepër që është ndos dikush që vepron një vepër për njerëzve që i duket se është që e veprojnë banorët e zjarrit, por është banor i xhenetit. Për këtë arsye s'është e rëndësishme gjykimi jonë ndaj njerëzve. Sepse ne, për shembull,
ne në përgjithësi si njerëz jemi zemër ngushtë. E shohim një njeri me një gabim edhe me njerë gjykojmë dhe ati personi të kry puna me këtë mas. Ska. Mirë po ka kritere tjera të Allah s.w.t. Allahu e din brendin tonë. Allahu është ai i cili e din imanin tonë, i cili e din nivelin e devotshmërisë tonë. Për këtë arsye, shumë prej njerëzve gjykojnë dhe filani s'ban, filani ashtu, filani kështu. Mirë po, ndoshta ka diçka në brendin atit të cilin ne s'kemi qasje ta ju edhe nuk e dim. Ndoshta është shumë më i mirë se sa ne. Sepse ti ndoshta mahnitesh me një sunet, çka e praktikon. Mahnitesh me një namaz, çka e ke fal. Mirë po, ndoshta ai ka dhe një vepër, e cila është vetëm mes atij edhe me Zotit vet. E cila e dallon edhe e ngrit ose keme pa se ai ka me qenë, domethënë ditën e kiametit shumë më lart se sa ti edhe se sa unë. Thot Omeri radhiyallahu anhu. Forca qëndron në mos vonimin e gjërave, ndërsa amanet është mos me pat kontradikt mes asaj çka njeriu e bën jashtë edhe mes asaj çka njeriu e ka brenda. Pra i përmendën Omeri radhiyallahu anhu di çështje. E përmendën mos vonesën e sendeve. Mos vonesën e gjërave. Një punë e cila është për ne e di, një punë që është ta bëj sot, mos e lin për nesër. Disa thonë një punë që është për sot, mos e lin për nesër, po linë për masnesër. Ka edhe kësi lloj njerëzve, të cilët edhe kanë këtë si parim. Mirë po, mos e vonon një punë e cila ka mundësi që të bëhet. Dhe thot amanet është, mos me pat kundërthënie mes asaj çka e ke brendi, edhe mes asaj çka ti e shpreh jashtë. Sepse jashtë mund të shminkohesh përpara njerëzve. Mund të shohën shumë të mirë ose mund të shohën shumë të keq. Mirë po, Allah s.w.t. është ai i cili e din hallin tonë, i cili e din brendin tonë, i cili e din nivelin e devotshmërisë tonë. Për ata, thot Allah s.w.t. Ja ju alladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, lime taquluna ma la taf'alun. Pse ju e thoni diçka të cilën nuk e veproni? Kebura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sa e urrejtur është që ta thoni një gjë të cilën ju nuk e veproni. Allahu xhallu ala në një farë forme na qorton neve si besimtarë, të cilët keni besuar. Pse e thoni me gojën tuaj diçka të cilën ju nuk e veproni? Ose thot në ajet tjetër, e ta'muruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. A thua vallë, i urdhroni njerëzit tjerë devotshmëri, edhe harroni veten tuaj. Wa antum tatluna al-kitab, dhe ju jeni lezues të Kuranit, ju jeni lezues librit. Urdhno tjerët në devotshmëri vet nuk e bën. Urdhno tjerët në sunet vet se bën. Me thonë, qortim prej Allahu xhallahu ala, që mos me pat çka, mos me pat kundërthënie mes asaj çka në brendi edhe mes asaj çka pra e shfaqim. Thot Bilal ibn Sa'd. Një thënie e cila është e frikshme. Thot, mos u bëj dashur i Allahut në publik, ndërsa armiki i atij në vetmi. Sepse shumë prej njerëzve veprat kur janë në publik shumë njerëz të mirë. Shembullor, gojamël, i devotshëm. Mirë po, kur takohet me në vetmi, me kufijtë e Allahut, i shkelen, nuk e ka dert as pak. Pra mos u bëni dashur i Allahut në publik, ndërsa armiki i Allahut, pra kur je në vetmi. Thot Ebu Ubejde Suri, thot, ki frikë Allahun, që mos të shohën njerëzit nga pamja yte se i devotshëm, ndërsa në brendi je i prishur. Allahu na rujt. Kjo është prej çështje më problematike, me të cilën ndoshta mund çdo njeri prej neve të provohet ose vetëm sa është i provuar. Mos bëhemi prej atyre çka njerëzit na shohin si të devotshëm edhe të mirë, na shohin si urdhërues për të mirë dhe ndalues prej së keqes, ndërsa nga ana tjetër brendia jonë është e prishur. Edhe shpesh shkatrimi i shumë jetrave të njerëzve, ose shkatrimi i jetës bashkëtorë, bëhet pikërisht prej kësaj. Pse? Në fillim ose përpara syve të njerëzve shumë shembullor. Ndërsa në brendi është në hall. Në brendi i ka punën në hall. Për këtë arsye duhet me pat kontradikt mes asaj çka është në brendi edhe mes asaj çka njeriu pra e publikon. Thot Abdullah ibn Mubarak për Imam Malikun. Pra Imam Maliku është njëri prej dietarëve të mëdhenj të mezhebeve, i cili një herë ka qenë edhe imam në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për Imam Malikun kanë folur krejt dietarët, dhe më thon njihet prej dietarëve, sa prej dietarëve më të mëdhenj edhe prej dietarëve të hadithit. Thot Abdullah ibn Mubarak, thot, s'kam pa se ka shumë agjërime dhe shumë namaz.
Vetë se thot, mduket se kishte diçka në brendina ati çka e dallonte për njerëzve të tjerë. Nuk ishte me thonë njeri i zakonshëm. Për atë arsye, me thonë, prezenca e sinqeritetit në zemër. Ka mundësi që të bëj dallimin mes gjërave. Për atë arsye, Allahu xhallahu ala i ka cilësuar besimtarës dhe ka thonë, yaj'al lakum furqanan, edhe ka me ju dhënë juve aftësi që ta bëni dallimin mes të mirës edhe të keqes. In tattaqullaha yaj'al lakum furqan, nëse ju jeni të devotshëm, ka me ju dhënë Allahu mundësi që të dalloni të mirën prej të keqes, të vërtetën prej të pavërtetës. Të mirën prej të keqes dhe të vërtetën prej të pavërtetës. Si Allahu xhallahu ala e bën që sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el mu'minu yanzuru bi nurillah, besimtari shkon me dritën e Allahut. E matën ndryshe situatën. Ka njerëz të cilët ka mundësi që t'japin vlerësim, evaluim për një situatë në bazë të mençurisë atij çka e ka. Mirë, po ka njerëz të cilët e vlerësojnë, madje edhe e vlerësojnë edhe njeriu, edhe situatën për shkak të imanit edhe devotshmërisë të cilin ai ka. Për këtë arsye e sheh se ndoshta hinë në situata të rënda në jetën e vet, edhe del pa mos me u lënduar dini atij ose pa mos me u lënduar ai. Si? Për shkak se Allahu xhallahu ala i ka dhënë aftësi pra çka që ta njoh të vërtetën prej të pavërtetës dhe ta njoh pra të mirën prej të keqes. Edhe sot është e koha e krizës. Koha krize ku njerëzit është përzije e mira dhe e keqja. Do të thonë janë përzije ato kandarët, njësit matse. E mira ju duket e keqe ju duket e mirë, sunet ju duket bidat, bidat ju duket sunet, e kështu me radhë. Do të thonë ai i cili është i vërtet ju duket rënacak, edhe manipulon, ndërsa manipulanti ju duket i mirë. Kjo është ajo koha në cilën shumë prej njerëzve nuk kanë mundësi që edhe ta dallojnë pra të vërtetën prej të pavërtetës. Thot El-Qasim ibn Muhammed, thot, udhtonim shumë me Abdullah ibn Mubarekun. Edhe mirë po thot, edhe unë gjithmonë thot e kam pyetur veten time se çka është ajo e cila e ngriti Abdullah ibn Mubarekun prej njerëzve të tjerë. Cila është ajo e cila e dalloi të atë? Pse Abdullah ibn Mubareku pati pranim në popullat edhe si prijes ka qenë, ka pat pranim të njerëzit, të besimtarët. Edhe Allahu i ka dhënë bereqet në çlirime e kështu me radhë. Pra Abdullah ibn Mubareku transmetohet si halife dhe si prijes i besimtarëve, ka qenë prej besimtarëve, më thënë prej prijesve më të drejtë të cilët kanë ekzistuar në historinë islame deri sot. Një vit ka shku në hax, një vit ka shku në xhihad. Më thënë kështu e ka patjetër. Një vit në hax, një vit në xhihad, një vit në hax, një vit në xhihad. Thot ishte e çuditshme çështja e tij dhe e pyetja gjithmonë veten time pse Abdullah ibn Mubareku Allahu e bëri pra të pranuar në popullat edhe në milet. Thot kur falesh ai, faleshim ne. Kur agjeron të ai edhe agjeronim edhe ne. Kur bonte hax edhe ne me hax kishim në hax. Kur bonte xhihad edhe ne shkonim me atë në luftë. Mirë po thot një natë thot udhtoni për në Sham. Për Siri, më thënë pjesë e Sirisë, Palestinës, Jordanit, Siria e sotme. Thot edhe ishim undale me një vend të ham dark. Edhe kishim ato qirijat me vetin, më thënë të ha. Edhe dikur ajo qirija undal, u sos, më thënë, undal zjarja saj, edhe pam u largua Abdullah ibn Mubarak, prej ati vendit ku a qene e tenda edhe shatori. Edhe u vonua pak, kur erdh, thot, e pa shfityrën e ty, se ishte zverdhur edhe mjekra ati ishte lagur prej lutve. Thot, ndoshta kjo është ajo diçka e cila e ka bën të dalluarat, se ka pat diçka mes atij edhe me Zotit ti. Parashtrohet pyetja, kur lotojnë sytë tonë? E ke lezuar librin e Allahut, lotojnë sytë? Ke fal namaz, atë kanë lotuar ndonjëherë sytë? Çka thot Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Thot binte në sejdë, atë shumë qante, saqë gjoksi atij bonte zhurmë sikur se një ejen e cila vlon. Gurgullon, domethënë. Ku është, më thonë, ku është ki imani jon? Ku është ki motivimi jon? Ku është ki sunet, nëse mund ta quajmë? Të cilën e kanë pasur gjeneratat e hershme pra të muslimanëve. Pra këtë zemër, të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur në hadith se Allahu nuk shikon në fizionominë tuaj, në pamjen tuaj, në bukurinë tuaj, por shikon në zemrat edhe në veprat tuaja. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa inna Allaha 'allamul ghuyub." Allahu është informuar në hollësi për fshehtësitë të cilat njeriu i ka pra në gjoksin e tij. Edhe ka thënë Allahu xhallahu ala: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Allahu e din
syrin tradhtar dhe e din çka fshehin gjoksat. Prandaj edhe thot njëri prej dietarëve, ki kujdes që njerëzit mos të shohin të devotshëm, ndërsa realiteti të jetë ndryshe nga ajo çka ata e shohin. Pra ky hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithi i 7 me radh, na bën me dije se si besimtar duhet që t'i kushtojmë shumë rëndësi të madhe, jo vetëm veprave të cilat janë vepra të dukshme, ibadetet të cilat janë të dukshme. Se kjo është shumë ma kollaj, si e përsëriti. Shumë ma kollaj është ta rregullosh nga pamja e jashtme, ose atë pamjen e dukshme. Po, ke mundësi që ta rregullosh kollaj. Mirë po, devotshmëria, sinqeriteti, frika prej Allahut, mbështetja në ata, pra kjo është shumë ma vështirë pra që të rregullohet. Pra lut Allahun subhanallahu që të përmirësoj gjendjen tonë, na i përmirësoj edhe zemrat tona, o subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.